Laboratori biokimik në qendrën e mjekësisë familjare 1 ka rritur kapacitetet e tij, duke ofruar më shumë analiza dhe shërbime për pacientët. Investimet në aparaturë të re kanë mundësuar kryerjen e një serie parametrash të rëndësishme, përfshirë analiza biokimike, hormonale dhe urinës. Punën e QMF-ni po realizohet fatmirësisht shumë mirë, falë një përgatitje shumë vjeçare që kanë stafi im, pastaj një punë të pamohueshme që e bëjnë. Gjithashtu ne kemi në dispozicion aparatura të reja që janë shumë më rëndësi për realizimin e testeve laboratorike. Disponojmë me disa parametra laboratorik shumë të rëndësishëm për shëndetin e pacientit, siç janë sedimenti eritrociteve, pastaj është pasqyra e gjakut apo hemogrami me CRP, pastaj janë disa parametra biokimik, siç janë glikemia, kolesterol, trigliceride, pastaj fraksionet e lipideve HDL, LDL, transaminazat, bilirubinat, acidi urik, albumina, proteina, këtu janë disa parametra biokimik të cilët ne i punojmë në qendrën tonë. Gjithashtu edhe tremujori i sheqerit apo HbA1c-ja. Pastaj kohëve të fundit kemi filluar me realizimin e disa testeve hormonale që janë treshja, gjandrës tiroide, tiroksina, triotironina dhe hormoni tirostimulues. Gjithashtu edhe urinën e punojmë. Këto janë disa nga parametrat laboratorik të cilët ne i punojmë, edhe besoj shumë shpejt kemi me fillu edhe me 2 parametra tjerë që janë asto edhe refi. Përveç zgjerimit të shërbimeve, sfidë mbetet fluksi i madh i pacientëve që kërkojnë analiza gjatë ditës. Interesimi i pacientëve për realizimin e testeve laboratorike është shumë i madh. Ne kemi një fluks të madh pacientëve këtu, sigurisht që është e pamundshme të pranojmë brenda ditës një fluks të tillë, për këtë arsye ne do të thotë punojmë me termine dhe terminet nuk zgjasin shumë, mirë po ka një kategori të pacientëve të cilët i pranojmë edhe pa termin, siç janë gratë shtatzana, fëmijë të moshuarit, pastaj një kategori e disa patologjive materana që janë, do të thonë ato i realizojmë edhe pa termine, mirë po terminet nuk zgjasin shumë. Laboratori në QMF-1 mbetet një nga pikat kyçe për shërbime laboratorike, duke synuar ofrim më të shpejtë dhe cilësor për të gjithë pacientët.